Territori i Kosovës për datën 12 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mod pjesërisht i qëndrueshëm. Paraditja do të nisë me kthjellime dhe alternime vranësirash, ndërsa gjatorëve të Pazites priten zhvillime të vranësirave të cilat lokalisht mund të shoqërohen me reshje shiu dhe shtrëngata të izoluara. Temperaturat do të pësojnë një ulje të lehtë krahasuar me ditët paraardhëse. Paraditja do të ketë një mod pjesërisht të kthjellët, ndërsa pasitja sjell shtim të vranësirave me mundësi për reshje të izoluara. Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 17 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 26 gradë. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verior me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:01 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 20:21 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic 18 deri në 25 gradë Celsius. Podujev 17 deri në 24 gradë. Skënderaj 18 deri në 25 gradë. Pej 18 deri në 25 gradë. Prishtinë 18 deri në 25 gradë. Gjakov 19 deri në 26 gradë. Malishev 19 deri në 26 gradë. Gjilan 18 deri në 25 gradë. Ferizaj 18 deri në 25 gradë. Kaçanik 17 deri në 24 gradë. Suharek 19 deri në 26 gradë. Prizren 19 deri në 26 gradë Celsius.